Dializa ndërkohë ndryshon jetën. Cila është gjëja më e keq kuptuar e dializës që ti do doje që shoqëria ta normalizonte? Shumë individ, pacient të cilat janë në stade terminale të sëmundjes së veshkave nuk e pranojnë dializën. Ato e refuzojnë. Në dializë një pacient shkon kur të dyja veshkat janë në funksionit, ë? Po, kur të dy veshkat janë në funksionit, dhe ato nuk bëjnë rolin kryesor në eliminimin e toksinave të organizmit, ka çrregullime elektrolitike, të hidrike, dhe pacienti është në kushte të vështira dhe për jetën. Ato refuzojnë, duket një diçka e cila ato do krijojnë një varësi të jashtëzakonshme, ato nuk do shkëputen asnjëherë, por realiteti është krejt ndryshe. Pacientët në dializë kanë një dhuratë që është një veshk artificiale. Dializa është baza, është shumë e rëndësishme në shpëtimin e jetës së këtyre individëve, por pikërisht roli jonë që kemi në përditshmëri të edukojmë të gjithë pacientët, të ndjekim gjithë pacientët gjatë rrugtimit të tyre të sëmundjes kronike, në mënyrë që ato në fund, kur është ai momenti që ato duhet të lidhen dhe duhet krijojnë marrëdhënie me dializën, të jetë sa më i paqë dhe sa më i pranueshëm. Sa vite ka jetuar një pacient i smur nëpërmjet dializës? Mbi 20 vjet. Mbi 20 vjet. Po ka shkuar sa shpesh në spital për të bërë procesin? 3 herë në javë, po. E mundimshme duhet të jetë apo jo? 4 orë çdo seancë? Po, patjetër. E mundimshme, është impenjuese, por ka shumë njerëz të cilët janë dializë dhe ndërkohë kanë edhe aktivitetin e tyre të përditshëm. Ka individ të cilët përveç dializës zgjedhin dhe një formë tjetër alternative që është dializa peritoneale, që ato që realizon dializa e realizojnë në shtëpi përmes disa shkëmbimeve. Cili është parimi i procesit? Parimi i procesit është filtrimi i gjakut përmes aparaturës, largimi i gjithë toksinave, largimi i elektroliteve të tepërt nëse janë, largimi sasisë së shtuar të ujit. Pra, është funksioni totalisht i veshkës përjashtuar funksioneve neurohormonale, që lidhen me prodhimin e hormoneve të reninës, aldosteronit dhe eritropoetinës. Subscribe në kanalin Klas Media në YouTube.